نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë falënderimet janë vetëm për Allahun, atë falënderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë mbrojtje nga Allahu dhe të këqija me të shpirtin e punëve tona të këqija, atë që Allahu udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e humb, nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një, i vetëm, pa shok dhe pa ortak. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. O ju që besuat, keni frikë Allahut me një frikë të vërtetë dhe mos disni vetëm duke qenë musliman. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo shpikje në pe është bidat, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Allah në ruajt për ti, o musliman, deri dje prisnim me padurim ardhjen e muajt të Ramazanit, muajt të mirësive dhe begative, dhe ja sot po ja afrohemi mesit të muajt të Ramazanit dhe kushdo që ka punuar punë të mira në këto ditët e kaluara, dhe të falënderoj Allahun e madhruar dhe të shtoj nga punët e mira para se të vi afati i vdekjes, ndërsa ai që ka neglizhuar në ditët e kaluara dhe të kapi situatën në dorë para se të jetë vonë, se ndoshta ky është Ramazani i fundit për të. Prandaj muslimani në këtë mes të muajit të Ramazanit duhet të ketë një kërkesë llogarie me vetveten, nga që ky është një muaj i cili konsiderohet një stin nga stinët më madhështore të adhurimit, është një stacion shpirtëror ku muslimani afrohet nëpërmjet punëve të mira tek Allahu i madhëruar, i cili në këtë muaj i ka shtuar ofertat. Po ku janë ata të cilët pranojnë ofertat e Allahut të madhëruar? Ku ofertat janë nga më të ndryshmet, që nga falja e gjunaheve, që nga lirimi nga zjarri i xhehenemit, nga që muaji i Ramazanit është i gjithë muaji i faljes, muaji i mëshirës dhe muaji i lirimit nga zjarri i xhehenemit. Prandaj Allah më thot në Kur'an, duke drejtuar besimtarëve, ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. O ju që besuat, jeni të devotshëm ndaj Allahut dhe të shoh çdo kush se çfarë ka përgatitur për të nesërmen, dhe fiksojeni Allahun e madhruar se Allahu është i minjohur për çdo gjë që ju vendroni. O ju që besuat, keni frikë Allahun dhe të shoh çdo kush se çfarë ka përgatitur për të nesërmen. Nesër, jo shumë larg, aq më tepër që moshat e këtij populli të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë të shkurtra, si do profeti sallallahu alaihi wasallam, mosha e popullit tim është midis 60 dhe 70 vjet. Ka jetojnë ky popull
dhe pak janë ata që e kalojnë të cak të vitit 70. Prandaj besimtari që ndron me veten e tij dhe i kërkon hesab për ditët e kaluara, si ka qenë në raport me leximin e Kuranit, si ka qenë në raport me faljen e namazit që është dia e parë që do të pyetet të ditën e Kiametit, a e falni me xhamat të namaz? Si është në raport me Kuranin? Allah më thotë në Kuran për të dërguar që ka për të varguar tek Allahu më dhruar për shkak se populli e abandonoi të Kuran. Wa qala ar-rasulu ya qaumi ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Do të ankohet i dërguar të thotë o Zot, populli im e la pas dore këtë Kuran. Allah na ruaj nga këtë kategori njerëzish që nuk e kanë hapur ndoshta ende Kuranin, dhe nuk e kanë nisur të startuar ende leximin e Kuranit në këtë muaj. Kjo është muaj i Kuranit, shahru Ramadan e ledhi unzile fihi al-Quran. Muaj Ramazan është muaj në të cilin zbriti Kurani. Çdo kush prej nesh duhet të ketë një kërkesë llogarie në veten e tij, se si është në raport me bamirësinë në këtë muaj, që është muaj i bamirësisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më bujar, mirë po në muajin e Ramazanit bëj edhe më bujar se era. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë afdalu sadaqa, sadaqatun fi Ramadan, sadaqaja më e mirë, lëmosha më e mirë të jepet, është ajo që jepet në muajin e Ramazanit. Çdo kush të shoh veten e tij se si është në raport me punët e mira, kur po ja afrohemi gjysmës së Ramazanit dhe gjysma tjetër ka për të ikur shumë shpejt, dhe ajo që mbetet në njeriu janë vetëm punët e tij të mira. Prandaj ky muaj është muaji i përmirësimit, që muslimani e pas muajit të Ramazanit ta përmirësojë veten e tij, se sikur se ti e fal namazin e vitrit, namazin e teravijeve me xhamat, atëherë si ta rëndon shejtani namazin e vitrit dhe braktis pas muajit të Ramazanit, vazhdoi edhe pas muajit të Ramazanit këtë namaz të vitrit, si në falën në Ramazan, ishte ti që bëje punë të ndryshme të mira me leximin e Kuranit në Ramazan, atë përmirësoje veten tënde edhe pas Ramazanit, sepse ky është muaji i përmirësimit të njeriu. Andaj ka ardhur nga prisi i besimtarëve Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, i cili thotë hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Kërkojeni hesab vetëve tuaja para se të kërkohet hesab, dhe peshojeni punët tuaja para se të peshohen. Ndërsa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu thotë, dynjaja po mbaron dhe ahireti po afrohet, dhe çdo kush prej tyre, dynja dhe ahireti, ka iftarët e vet që vjen pas. Por ju thotë, bëhuni nga pasuesit e ahiretit dhe jo nga bijt e dynjas që vjen pas dynjas, se sot ka punë dhe nuk ka llogari, ndërsa nesër do të ketë llogari dhe nuk ka punë. E nësa më dhuar të rëmëve të njerëzve që kapin situatën në dorë dhe shpizoj të ditë mbetura nga muaj i Ramazanit, i them këto fjalë dhe kërkoj falje nga Allahu për veten time, për ju dhe për të gjithë muslimanët kudo që janë, dhe kërkoj një falje Allahu, se Allahu është falës, është mëshirues. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. O musliman, secili prej nesh duhet ta konsideroj këtë Ramazan si Ramazani e tij të fundit. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha një ditë Abdullah ibn Umar, kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabilin. Jeto në dynja si një yabanxhi ose si një kalimtar i rastit. Përndaj thoshte Abdullah ibn Umar, mos prit, kur je në mëngjes mos prit të vi pasditja, dhe kur je në pasdite, në mbrëmje, mos prit të vi mëngjesi. Do të thotë që muslimani të gjitha punët që i bën sikur kjo punë është puna e tij e fundit, siç thotë profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me namazin.
Salli salatën muaddi, falu me namazin e atij, që është namazi i lartë mirës për të, namazi i fundit për të, nëse i thua dikujt që të 2 rekate, namaz sabah do falë sot, janë namazi i fundit për ty dhe nuk e për të falur pas këtij namazi. Atëherë ai do të marrë tek Bibla në qetësi, do të lexojë Fatihën bukur pasën me të luajnë duke përqendruar, duke u thelluar rreth kuptimeve të Fatihas dhe kështu ka për ta kompletuar këtë namaz. Atëherë muslimani çdo namaz që e bën atë sigurisht namazi i fundit, edhe Ramazan e ky është rreth inspirativ për të gjitha punët, edhe këtë Ramazan muslimani duhet ta konsiderojë si Ramazanin e fundit të tij. Prandaj konsideroj këtë Ramazan si Ramazanin tënd i fundit, se askush nuk e di a do të jetë prezent në Ramazanin e ardhshëm apo jo. Dhe kjo motivon besimtarin që t'i shtojë punët e mira në këtë Ramazan. Allah na bëf nga atyre njerëzve që dëgjojnë fjalën dhe ndjekin më të mirën e pas në musliman. Allah më dhuar na urdhëroi të bëjmë salavat dhe selam për profetin e tij me këtë fillojnë në Kur'an dhe vetën e tij më pas me ëngjël më pas me ju besimtar. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë kush bën një salavat për mua, Allahu do për të 10 salavat, Allahu do t'i gënaqë me shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me Abu Bekrin, Umerin, Uthmanin dhe Aliun, dhe me të gjithë muhaxhirinët dhe ansarët dhe nënat e besimtarëve. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.